Unë e kom dëgju që ka pas vende që edhe mënyrë ilegale kanë vendos kamera në për këto motele, edhe i kanë kesh përdor njerëz të ndryshëm që kanë shku në për ato vende. Ka vepru goxha drejt edhe për faktin që për pas që ndoshta janë bo dhe tradhtia masi e përmendet në këto vende, janë bo dhe shumë gjana tjera të këqija. Na e dim që ka shumë raste ku njerëzit edhe kanë konsumu lëndë narkotike ose kanë bo dhe shit blerjen e lëndëve narkotike. Unë e kom dëgju që ka pas vende që edhe mënyrë ilegale kanë vendos kamera në për këto motele, edhe i kanë kesh përdor njerëz të ndryshëm që kanë shku në për ato vende. I kanë shantazhu pastaj edhe kanë bo vepra shumë të këqija, shumë ilegale, po kuptohet. Kështu që për këto arsye shumë mirë që janë mbyll, sidomos në disa vende që s'kanë qenë të përshtatshme për me vazhdu punën. Po në një anë tjetër, jo që pecakne që janë përdor veç për të keq, ka dhe shumë qifte si të fijuar, si të martuar, ose veç në lidhje që janë edhe i kanë motelet ose villat, vende ku kalojnë shumë kohë të mira, romantike, me full dashni, kështu që villa po në Malore. Jo vetëm malore, Loq, po edhe motelet edhe si do qo. Me ndru vend, tregoj. Me ndru vend, fiks me ndru vend. Në qofë se unë nesër pas nesër që kome qenë i fijume se diqka, absolutisht nuk e bëja gjatë, edhe si isha shku në një villë t'il. Isha shku në një villë Malore, që është villë realisht. Po partnerja po dojnë në Malore, unë për vete se kisha bo absolutisht. Je ka e para gjyko, Ylli, sepse ka drejt që thot që njerëzit shkojnë edhe me kalu një kohë pak ma në intimitet, se duke qenë se jemi familje të mëdhaja. Pikrish, shumica e qifteve kanë ndroje në marrëdhënien e tyre brenda familjes dhe dalin për te i kësaj, për një romanticitet pak më të lartë.